Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë të mi, dy tema janë shumë aktuale dhe po argëtojnë sot shqiptarët dhe gjithë qytetarët tjerë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut. E para ka të bëjë me Safe City, qytetin e sigurt. Sa është e sigurt? Sot e kam vërejtur dhe e kam përcjell se si reagojnë nxënësit e një shkolle të mesme, cila është në afërsi ku banoj unë privatisht, me familje, kuptohet. Dhe në pyetjet e mia, duke u parkuar, thash, nuk trembeni? Jo, tha, tash e kemi studiuar mirë, nxënës të shkollës të mesme, se të vetme gjë që mund të na bëj, nëse jemi të rregullt në komunikacion, është policia të na ndal. Policia rrugore dhe të na kërkoj leje për vëzitje. Leje për vëzitje s'kemi, por veturat i kemi të regjistruar. Dhe ja, kjo tha qëndron mbi në nëntimi njëri dhe qeshi. Pra, këtë gjithë kjo investim i shtetit, hë për hë, sepse nuk i dihet, si kishtë thënë Emalsori, po tim ka, po zjarin dhe jashohish më vonë. Dhe, mbi gjitha, pra, gjinden njerëzit, tash si duket, hë për hë do fitojnë gjitha këto kompanitë të cilat merren me regjistrim teknik të veturave, sepse kanë filluar që të shtohen veturat e regjistruara, sepse edhe mund të konfiskohen për 3 muaj deri në 4 muaj. Në ndërkohë, ata të cilët sot e kanë hëngër, kështu kushtimisht në thojza, janë qytetarët e Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës pak si me vonesë doli me njoftim për qytetarët që udhtojnë në Maqedoninë e Veriut. Kujdes, u thanë Safe City. Pra, sot me datë 2. Dje ka filluar. Referuar informacione zyrtare të autoritetet e Maqedonisë së Veriut përmes mekanizmit elektronik të quajtur qyteti sigurt apo Safe City, ka filluar monitorimi i komunikacionit rrugor në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, monitorimi i komunikacionit rrugor bëhet përmes pajisjeve teknike dhe kamerave inteligjente, të cilat evidentojnë automatikisht shkel të dispozitave të komunikacionit në përputhje me legjislacionin përkatës të Maqedonisë së Veriut. Ky sistem në fazën e parë, sipas njoftimit, do zbatohet në qytetin e Shkupit, Tetovës dhe Kumanovës, si dhe përgjatë korridorit 8 dhe korridorit 10, ku do të evidentohen shkelje si te kalimi i shpejtësisë së lejuar, kalimi në semafor të kullt, ndalim dhe parkim i parregullt, si dhe qarkullim me automjetet të paregjistruara. Për automjetet me targa të huaj, ku bën pjesë dhe Kosova, nëse shtetas i huaj kryen shkelje të konstatuar nga sistemi i qytetit sigurt Safe City, parashihet njoftim gjatë hyrjes dhe daljes nga shteti i Maqedonisë së Veriut. Të drejtën për pagesën e 50% të gjedhur brenda fatit për 8 ditë shfrytëzojnë edhe qytetarët e huaj, ndërsa në rast mos pajtimi me shkeljen ose realizimin e pagesës, iniciohet procedurë kundërvajtëse për të huaj para gjykatës kompetente. Ky njoftim i adresohet qytetarëve me qëllim të njoftimit, kujdesit dhe respektimit të dispozitave ligjore gjatë shkollës dhe qëndrimit në Maqedoninë e Veriut. Pra, kujdes, jemi vëllezër, mirë po. Para është para, thot vlen. Ligji është ligj. Dhe, nuk të merrem atë se sa jam dënuar në Tetovë, sa jam dënuar në Kumanovë, sa jam dënuar në Shkup, por e di se vetëm Shkupi udhëheq me dënime. Në ndërkohë, ajo cila jo po argëton, por është vërtet shumë serioze dhe është kanosëse, është si kaluan 5 ton drogë nëpërmes kufinit. LSM-ja ka pyetur publikisht sa ton drogë janë transportuar për tek kufive të RMV-s pa u zbuluar, jo këtë që është zbuluar, sepse këtë e zbuloi Vučići, i cili ishte problemi i Vučićit me ata të cilët e kanë transportuar është çështje tjetër. Në Serbinë fqinje, thotë LSM, është sekuestruar një sasi e madhe prej 5 tonësh drogë, e cila ka ardhur përmes Maqedonisë. Midis të arrestuarve është edhe një bashkëpunëtare e një kompanie maqedonase. Ky është një skandal i madh kriminal, karteli për cilin duhet të ketë përgjegjësi, thotë Aleksandar Sasha Dimitrijević, sekretari i përgjithshëm i LSM-s. Pyetja kryesore që qeveria duhet të përgjigjet më njëherë është si kaluan 5 ton drogë kufirin maqedonas? Kush lejoi që 5 ton drogë të kontrabandoheshin? Pa mbështetje dhe mbrojtje nga strukturat qeveritare, krimi i kësaj madhësie nuk mund të ndodhë. Ky nuk është një incident, ky është një sistem. Si është e mundur në një vend me një qytet të sigurt, me kamera dhe skenar, pra Safe City me skenar në pikat kufitare, që 5 ton drogë të mund të kalojnë? Apo është ky një rrjet karteli kaq i organizuar, mirë i lidhur dhe gjithçka dhe askush nuk mund t'i bëjë asgjë? Sa dërgesa të tilla, sa ton drogë të tjera janë transportuar për tek kufive maqedonas pa u zbuluar? Të nder kriminal, 5 ton drogë. Foto të Mickovskit me kriminal, ora luksoze me vlerë 65.000 euro. Dhe nuk ka para për paga më të larta, nuk ka para për një pagë minimale për 600 eurosh për punëtorët që mezi ja dalin.
si një film mafios. Le të thëmë prej ditësh kanë ngritur alarmin për lidhjen e drejtë për drejtë midis strukturave kriminale në Maqedoni dhe Serbi, por në vend të përgjigjeve kemi heshtje. A mjafton 5 ton drogë që prokuroria të reagojë më në fund? A do të nis ai një tim për këtë rast apo skandalet e krimit të qeverisë do të injorohen përsëri, shtoi. Në ndërkohë, qeveria e Republikës së Maqedonisë, pra prokuroria, ka ngritur një kallëzim dhe ka hapur lëndë për këtë rast. Por, para se dalim një temë tjetër po ashtu lidhur me hetimet, ja se vërtet, nuk e them unë këtë, e thot lesë dhe ma. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во соседна Србија е заплената огромна количина од 5 тони дрога која дошла преку Македонија. Меѓу апсените има и косопственик на македонска фирма. Ова е огромен, криминален, картелски скандал за кој мора да има одговорност. Клучното прашање на кое власта мора да одговори е како 5 тони дрога поминале преку македонската граница. Кој дозволил 5 тони дрога да се прошверцува? Без подршка и заштита од структурите на власта, криминал од вакви размери не може да се случи. Ова не е инцидент, ова е систем. Како е можно во држава со Safe City, со камери и со скенери на граничните премини да поминат цели 5 тони дрога? Или ова е толку добро организирана картелска мрежа поврзана со се и никој ништо не и може. Уште колку вакви пратки, уште колку тони дрога се пренесени преку македонските граници без да бидат откриени. Okej, pra është pak si më e gjatë, unë i ra shkurt, sepse edhe ashtu jemi në muajin shkurt. Pra gjithandej të dishuar dhe askush nuk përgjigjet. Ajo e cila besoj se edhe juve ju ka hutuar, ka lënë pa mend është kjo. Po ashtu ka të bëjë me drogën. SPB Tetov gjatë vitit 2025, dëgjoni tash me vëmendje. SPB Tetov gjatë vitit 2025 ka sekuestruar 89.3 kg marihuanë dhe 155.5 gram kokainë. Ndërsa në vitin 2024, e kjo të huton, SPB Tetov ka sekuestruar vetëm 347 gram marihuanë. Babave. Dhe, mos harrojmë se viti kalendarik është nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Në qershor, në mes të vitit, ndodhi ndryshim i strukturave udhëheqëse në shtet. Shtrohet një çështje tjetër. A thua nuk mundën këta që erdhën pastaj në qershor të bëjnë diçka më tepër? A dini sa është 347 gram? Kur gjë? Marihuanë. E tash që kanë sekuestruar 89.3 kg marihuanë. Është vërtet kjo për të çuditur. Mirë po. Ajo e cila befason edhe më shumë është se sa fëmijë dhe kush e përdor. Mosha në të cilën fillojnë përdoruesit dhe shfrytëzuesit e drogave apo substancave psikoaktive, ndër vite shkon në një moshë më të ulët, që thotë se fillojnë në moshën fëmijërore apo në gjatë periudhës së shkollës së mesme dhe shkollës fillore. Numri i fëmijëve tani që përdorin substanca psikoaktive më së shpeshti ndodh në moshat e reja, që thotë prej shkollës fillore, ndërsa më vonë paraqitet edhe si një problem tani psikosocial i cili ka një ndikim shumë të madh si në jetën e përditshme të vetë shfrytëzuesve, po edhe familjes, me atë edhe të komunitetit ku jeton. Po pra, ishte kjo deklaratë mjaft domethënëse profesorit universitar Imran Mehmeti. Më vjen mirë që po i bin pikës mbi më në fund edhe në Tetov. Pra Tetov është në zort prej 2 gjërave, moshës së brisht që e thithin marihuanën, kokainën, drogën dhe droga e cila nuk kapet ashtu siç duhet. Pra, a ka më mirë se sa të elmosh gjeneratat të mendojnë ata të cilët duhet ta mendojnë ata të cilët edhe shpërndajnë. I keni në çdo lagje, i keni në çdo qosh, i keni në çdo cep, si do kështon Alvi Kurti, cep më cep të Tetovës.
Dhe kur shihni se si dikush grafllon, thënë Tetov, atëherë është diçka krejt tjetër, është krejt diçka tjetër. Pra, Mickovski me të veten vazhdon Mickovski me të veten. Dhe ai thot kështu. Sot kanë formuar edhe një komision për keqpërdorimet financiare dhe u udhëhequr nga atë komision do të udhëheq askush tjetër kthimin e pasurive të vjedhura tek qytetarët dhe tek shteti. Arben Fetaj, a besoni ju? Unë besoj. Ai kur hyn në një punë, o nuk shkon hiç, ose nuk fillon hiç. Okej. Me asgjë deri tash nuk e ka dëshmuar se ashtu është kur vinë njerëzit nga shoqatat jo qeveritare. Sepse dhe mësuar që t'jenë për herë të dëgjueshëm. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej, Mickovski dhe ministresha e financave Gordana Dimitrievska Koshovska thanë: ne kemi filluar me hetime financiare, po në atë komision, Këshilli Nacional për Hetime Financiare dhe Konfiskimin e Pronave, ku Maqedonia krijon mekanizëm qendror dhe të koordinuar për luftën e identifikuar kundër krimit financiar, pastrimit të parave dhe fitimit të paligjshëm të pronës. Siç theksoi ministrja e financave, Drejtoria e Policisë Financiare në vitin 2025 nis 58 hetime financiare që përfshin rreth 400 persona fizik dhe 95 persona juridik, ku 33 hetime tashmë kanë përfunduar dhe pjesa tjetër është në vazhdim. Kjo është vërtet shumë interesante. Ne dini ju gjë? Jo, as unë nuk di gjë. Nuk pam kur gjë. Pra, vazhdojmë me atë që quhet kur shteti dhe populli thotë mos pini ujë në çeshmet e shtetit, se kjo ju ndjek. Nuk është për të qarë, por unë të ndalem kot ashtu, sepse mendoj se ka gabuar. Zëvendës ministri i policisë, Asrit Tiseni, ka konkuruar në Ministrinë e Kulturës për botimin e një libri. Dhe kuptohet, Ministria e Kulturës ka ndarë 81.000 denar për librin e tij. Kanë filluar reagime të shumta në për atë që quhet rrjetet sociale, nga më të lehta deri në më të rëndat. Unë do kisha thënë kur që nuk është kjo në krahasim me shumë të tjerë para tij, dhe BDI-ja nuk ka qenë lule që i vjen era, por të BDI kishte edhe njëherë disa raste. Shumë drejtorë të BDI-s, shumë mostemi edhe ministra, u ndihmonin 2-3 kompanive të forta botuese që ata të fitojnë ndonjë tender të mirë dhe pastaj ata si dhurat ja botonin në mënyrë private dhe njëri të tyre ndonjë libër të tyre apo ndonjë familjare, bashkëshorte, fëmijë e kështu me radhë. Astrit, e ke modelin? Pse hyre gjithë kësaj? Pastaj ti rrogën e ke më të madhe se sa 81.000 denar. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Po ashtu ka pasur shumë vërejtje nga BDI-ja se merrni në moment. Vërejtjet më dha kanë qenë lidhur me atë se pse aq pak janë ndarë para dhe mjete për librat që është dashur apo filmat që nuk janë të incizuar në Maqedoni nga shqiptarët. Vetëm një gjë. 20 vite, BDI-ja ishte në pushtet. Dhe haroj se kultura shqiptare nën majorizim institucional ishte edhe atëherë. Haroj. Dëgjoni miq të mi, nëse është për poezi, unë jam baba i poezisë këtu në Maqedoni. Unë kur kam botuar në zëri dhe rilindje viteve 80, asnjëri prej këtyre që i shihni tash, pleq me mjekra të bardha, femra kështu me radhë, nuk do gjeni që është në atë kohë ka botuar. Unë isha student dhe botoja. Isha vërtet hit. Okej. Dhe për atë nuk shihni se nuk duhet të dalë me njerëz të cilët kur privatizimi vetë ishin redaktor, vetë ishin lektor, vetë ishin cenzur e çdo gjë tjetër. Pra, të dhënat zyrtare për ndarjen e mjeteve publike për kulturë lëshmojnë si një model të konsideruar majorizmi institucional ndaj kulturës shqiptare në Maqedoninë e Veriut vazhdon. Ashtu siç e la BDI, vazhdon edhe po normal me suaza pak edhe më të ulta. Pra, 12% e mjeteve për shqiptarët që janë ndarë. Shumë është kjo. Kohëm nga VMR dhe po më ne. Mirë, po edhe BDI-ja nuk ka qenë lule. Vërtet nuk ka qenë lule. Kush nuk botonte? Turli far sinet lëkësh, turli far, çfarë s'kemi parë, çfarë s'kemi dëgjuar. Okej. Frizurash, verament mërshëm. Nuk është okej, por
çfarë t'ju themi diçka tjetër, sepse vërtet ka vluar sot çdo gjë në Maqedoni. E hënë, dita e parë e javës dhe dita e parë e punës. Ndërkohë, shumë çka është pra në atë që quhet. Unë pa ta thënë se problem dhe keni ju, unë vjen shumë keq që 1100 qytetarë që presin DAP-i ndoshta tua lehtësoj apo tua fshi gjobat nga viti 2020 sepse nuk kanë punuar në shtetet e huaja në Afganistan e kështu me radhë dhe nuk kanë paguar TVSH. Dhe nga 1100 qytetarë, vetëm 200 kanë ndërzuar dëshmi për tatim të paguar. Unë vjen shumë keq, por problem dhe keni me DAP-in. DAP-in kërkush nuk e fiton dhe e vënon. Shtetin mund ta fitoni, DAP-in dhe e vënon. Shtetin mund ta fitoni vetëm në Strasburg. Okej, nuk është okej. Unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra dhe njerë, unë jam Mesut Shabani, bëni subscribe në podcastin Mesut Shabani.